Presidenti serb Aleksandar Vučić artikuloi një doktrinë të plot politike dhe strategjike, e cila shkon përtej kontekstit ditor dhe përpiqet të pozicionojë Serbinë në një botë që ai e përshkruan si të zhveshur nga rregullat, nga e drejta ndërkombëtare dhe nga garancitë kolektive të sigurisë. Për analistin Batonaxhiu, thelbi i këtij qëndrimi është i thjeshtë dhe brutal. Rendi vjetër botëror ka rënë dhe në këtë botë pa garanci, Serbia e përkufizon veten si shtet që nuk mund të mbështetet te askush tjetër përveç vetes. Kjo nuk paraqitet si izolim, po si realizëm ekstrem. Vučić e përjashton hapur idenë se Rusia apo Kina do të ndryjnë ushtarakisht për Serbinë në rast krize. Përjashtimi historik i vetëm mbetet ushtria e kuqe në luftën e dytë botërore, një referencë që shërben më shumë për të mbyllur çdo iluzion se sa për të hapur pritshmëri. Ballkani në këtë lexim mbetet një hapësirë e brishtë dhe e paqëndrueshme. Armatosja e Prishtinës dhe bashkëpunimi i saj me Kroacinë dhe Shqipërinë nuk paraqiten si procese të izoluara, por si pjesë e një konfigurimi më të gjerë rajonal që Serbia e ndjek me vëmendje të lartë strategjike. Mesazhi është i koduar por i qartë. Serbia nuk do të provokojë, por as nuk do të surprizohet, deklaroi Batonaxhiu.